Ishte diçka shumë i habitshëm për mua, edhe për ne të gjithë faktikisht. Kur shkonim në Drenis, kur shkonim në për fshatra, edhe jeta ishte si normale, faktikisht në Prishtinë. Diaspora kishte ardhur, kafene ishin plot, do me thënë njerëzit po dilnin, ishte diçka shumë i habitshëm, si dy botë të ndryshme. Nuk donin të kuptonin, ndoshta, se lufta nuk ishte vetëm në për fshatra. Për këta ishin, do me thënë për këta, kjo ishin në për kafene, në Prishtinë, në këtë kohë, në verë, në 98. Lufta ishte larg, lufta ishte në për fshatra. Ishte një botë tjetër. Faktikisht kam punon në për vendet të tjera, por nuk mund të krahasohet me Kosovën, sepse Kosova, do me thënë kryeqyteti, ishte 30 kilometra larg luftimeve. Kjo nuk më ka ndodhur diku tjetër. Kemi kryeministrin, i cili e kam vizituar në burg, po faktikisht ai ishte për një kohë të gjatë në burgun e Nishit. Edhe unë nuk kam shkuar atje në Nish, kur, po pastaj ka qenë i transferuar në Požarev. Faktikisht ai flet shumë i anglisht, edhe s'kishte nevojë për një përkthyes, edhe ai më kishte thënë, "Ok, s'ke nevojë të bisedosh me mua, sepse unë mund të flas drejt për drejt me një delegat tjetër, po ti duhet të ndihmosh të tjerët." Atëre, po, e kam takuar, po s'kemi biseduar shumë në burg. Çka morë mend nga ato bisedat e tij, qoftë me ju apo qoftë me delegatë të tjerë, se përket trajtimit të tij nëpër burgjet serbe, dhe çka thoshte ai si një brez i ri, ndoshta i politikës që ishte në atë kohë i burgosur? Do me thënë ai ishte shumë i fortë. Kishte një qëndrueshmëri, do me thënë, s'kishte frikë, edhe si ai ka folur gjatë, do me thënë përballë gjyqtarit, do me thënë, s'kishte frikë. Edhe ishte shumë, nuk e di. Më duket se ka lënë një përshtypje shumë i fortë për të gjithë kishin shumë respekt për Albinin. Kush të gjithë? Të gjithë të burgosurit me kë kam folur në burg. Kishte një qëndrez, do me thënë, fliste, ishte i lirë. Edhe nëse ka pas shumë pasoja, po ishte i lirë. A morë mend pastaj ditën kur u liru? Jo, nuk ishte, kur ai u liru, nuk ishte më këtu. Nuk isha më këtu, isha në Sri Lankën. Ai u lirua, besoj, në mars 2001, në pranvend 2001. E kam parë në televizor, nga Sri Lanka. Do me thënë kishte diçka në, nuk e di, BBC News, nuk e di. Edhe kam parë autobusat e të burgosurve duke kthyer në Kosovë.